Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Fibroza cistike është një smundje e lindur apo e trashëguar gjenetikisht. Ajo përqohet nga prindi tek fëmia si tipar autosomal recesiv. Kur të dy prindërit janë bashkë të gjenit, mundësitë janë shumë të mëdha që fëmia i lindur të preket nga kjo patologji. Fibroza cistike është një smundje e trashëguar e mukusit dhe gjendrave të djersës. Prek më së shumti mushkrit, pankreasin, mëlçin, zorrët, sinuset dhe organet seksuale. Fibroza cistike bën që mukusi juaj të jetë i trashë dhe ngjitës. Mukusi bllokon mushkrit duke shkaktuar probleme me frymarrjen dhe duke mundësuar zhvillimin e bakterieve. Kjo mund të shkaktojë infeksione të përsëritura të mushkrive dhe dëmtimin e tyre. Simptomat dhe ashpërsia e fibrozës cistike mund të ndryshojnë. Disa njerëz kanë probleme serioze që nga lindja. Të tjerë kanë një version më të butë të smundjes që nuk shfaqet deri në adoleshencë apo në moshë të rritur. Fibroza cistike diagnostifikohet përmes testeve të ndryshme, siç janë testet gjenetike, testet e gjakut dhe djersës. Nuk ka shërim për fibrozën cistike, por trajtimi është përmirësuar shumë vitet e fundit. Në të kaluarën shumica e vdekjeve nga fibroza cistike ishin fëmijë dhe adoleshentët. Kohët e fundit trajtimi është përmirësuar dhe njerëz me fibrozë cistike jetojnë deri në të 40-tat, 50-tat ose më gjatë. Pra, fibroza cistike do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedoj me doktoreshën Vlora Nimani, pediatre. Doktoresha Vlora Nimani, mirë se erdhe në emisionin Stetoskop. Faleminderit, mirë se jeni. Pra, dëgjuat temën që ju përcaktuar, një smundje, jo shumë e shpeshtë, por mjaft e rëndë. Do shta për fillim një informacion, karakteristikat kryesore të fibrozës cistike, cilat janë ato? Po. Është smundje me pasqyrë klinike të shumëfisht. Do të thotë nuk preken vetëm mushkrit, por si smundje afekton edhe sistemet tjera të organeve, do të thonë sistemin e tretjes, do të thotë mëlçin, funksionin tretës, zorrët, por ashtu edhe sistemin reproduktiv edhe gjendrat e djersës. Faktikisht është një smundje që e quajmë ndryshe edhe si multisistemik. Cilët janë shkaktarët kryesorë të fibrozës cistike? Fibroza është smundje gjenetike, është smundje që trashëgohet. Mënyra se si një person e ka fibrozën cistike është sepse trashëgohen dy gjene defektuoze prej secilit prind. Do të duhet patjetër secili prind me pas një gjen defektuoz, një gjen patologjik që e quajmë, në mënyrë që këto dy gjene kur të kombinohen te fëmia, të pasardhësi, të jenë në qift dhe mandej manifestohet si sëmundje klinike. Do të thonë nuk ka shkaktar të jashtëm, por është një sëmundje që e trashëgojmë për fat të keq, e trashëgojmë prej prindërve. Pra është një sëmundje që me lindjen e fëmisë fillon edhe kjo sëmundje. Po, pasqyra klinike ndryshon, variron, po të disa raste, kur në raste pak më të rënda, manifestimi klinik fillon qysh në te i porsalinduri, qysh në lindje. Do të thonë 2-3 ditët e para kemi manifestime shfaqje të simptomave klinike tek ta fëmijë. Në raste pak më të lehta kemi mundësinë të shfaqen simptomat klinike në mosha edhe më të mëdha. Po, kur jemi te simptomat, cilat janë simptomat kryesore të fibrozës? Te i porsalinduri, ajo që na shtyn me dyshu për fibrozë cistike është një terminologji shëndetësore që njihet si leusi mekonial, ose pamundësia e zbrazjes së zorrëve, ose e defekimit të parë, të feqeve të para të foshnja porsalindur. Prandaj gjithmonë kur i kemi fëmijët që vinë më vonë për ekzaminime në klinik, i pyesim, i marrim dhënat anamnestike prej prindërve, prej nënës ose babait, në kuptimin që i marrim informata a ka pas jashtëqitje normale fëmia në 24 orëshën e parë të jetës. Në qoftë se si informat na japin prindërit që po ka pas vështirësi foshnja për të defekuar ose për të pasur jashtëqitje, thonë kështu në zhargonin më thjesht, atëherë na shtyn me dyshu në një drejtim. Pastaj është mos shtimi në peshë i foshnjës, një foshnjë e cila ushqehet mirë, pin mirë, qomsht mirë, por nuk kemi shtim të mirë të peshës së foshnjës, gjithashtu na shtyn me dyshu, ndër të tjera, përveç smundjeve shumë të tjera që hyjnë në diagnozë diferenciale, na shtyn të dyshojmë edhe për fibrozë cistike.
Pastaj në moshat pak më të mëdha, më të rritura, në kuptimin fëmijët me disa muaj më të mëdhej ose edhe 1 vjeçare më tutje, janë infeksionet e shpeshta të traktit respirator, të sistemit të frymarrjes. Janë problemet me zorët, mostretja e mirë e ushqimit, në kuptimin jashtëqitjet e yndyrshme. Do të thotë tek ta fëmijë jashtëqitjet janë të bollshme në sasi, janë në sasi të madhe, mirë po janë edhe yndyrore, sepse pankreasi që është organ që është shumë i rëndësishëm për tretjen e ushqimit, në këto tek ta persona, tek ta pacient, është insuficient, nuk funksionon mjaftueshëm, prandaj jashtëqitjet janë të yndyrshme dhe janë në sasi të madhe. Është i vështirë të diagnoza e kësaj sëmundje. Janë kriteret strikte të përcaktuara për shoqatës evropiane të pulmologjisë dhe shoqatës evropiane për fibrozë cistike se kur dyshohet që i përmendëm simptomat dhe si duhet të bëhet diagnostikimi. Testimi i parë që bëhet tek ta fëmijë është matja e nivelit të klorit në djers. Është një test shumë i thjeshtë që nuk shkakton dhimbje, i cili bëhet edhe tani në klinikë, me të cilën bëhet matja e nivelit të klorit, që është një elektrolit, një krip në djersën e pacientit. Tek ta pacient, niveli i klorit është më i lartë se sa normale të fëmijët të tjerë që s'kan fibrozë cistike. Pastaj, kur fitohen vlerat të larta të klorit në djers, bëhet testimi gjenetik. Do të thonë konfirmimi edhe gjenetik i diagnozës dhe mandej në fund e vendosin diagnozën sipas kësaj, do të thonë sipas këtyre kritereve. Po, para se të flasim për trajtimin, sa është e shpeshtë kjo sëmundje? Konsiderohet si sëmundje e rrallë. Si incidencë në botë është një rast në 2500 në 3000 të porsalindur. Mirë po, si numër, si shifër të përafërt, tek ne i kemi në regjistër mbi 100 pacient të moshave të ndryshme. Ata trajtohen vetëm në klinikën e pediatrisë? Kemi pacient që janë në regjistër, cilët trajtohen edhe në vendin rajon, edhe ka pacient cilët kanë shkuar për trajtim edhe në vendet e Evropës. Do të thonë, ka luhati të numrit të pacientëve që vinë për vizita të ne dhe që trajtohen të ne. Mirë po, në nivel Kosovë, do të thonë pacientët trajtohen të ne në klinikën pediatrike, respektivisht në repartin e pulmologjisë. Do të thotë numri i tyre është rreth 100. 100 pavarësisht 100, pak më shumë se 100, sepse jemi duke i konfirmuar dhe një informatë për vetë faktit që kemi pacient që jetojnë edhe vendet jashtme. Dhe pacient që jetojnë vendet jashtme, ata automatikisht hyjnë në regjistrin e vendit ku jetojnë. Prandaj nuk mund t'i fusim andej në regjistrin tonë si pacient. Doktoresha Vlora, si bëhet trajtimi i fibrozës cistike? Trajtimi është multidisiplinar, do të thonë kujdesi për këta fëmijë nuk bëhet vetëm prej anës së specialistëve të pulmologjisë, respektivisht pediatrit që merret me pulmologji, po duhet të përcillet edhe nga ana e specialistit gastroenterolog, që përmendëm më herët, simptomat gastroenterologjike janë të ndërlidhura me simptomat respiratore, prandaj duhet trajtim multidisiplinar. Po ashtu e kemi të kyçur në konsulta të kopaskoshme edhe specialistin endokrinolog, sepse tek ta pacient me moshë më vonë din të shfaqen dhe diabeti. Për shkak se thashë më herët, është pankreasi ai që afektohet te fibroza cistike, ndër organet që afektohet, prandaj me moshë din tek ta pacient të shfaqet edhe diabeti mellit, prandaj duhet të kyçet edhe specialisti endokrinolog. Mandej terapia fizikale është shumë e rëndësishme. Tek ta pacient duhet çdo ditë të bëjnë ushtrime, terapi fizikale për mirëmbajtje të rrugëve ajrore, sepse mushkrit e tyre prodhojnë shumë sekrecione. Kanë shumë flegm, kanë shumë sekret, prandaj duhet gjithmonë për çdo ditë të bëhen inhalime të rregullta, është terapia inhalatore që e marrin, dhe pas terapisë inhalatore, zbutjes së këtyre sekrecioneve është me rëndësi të bëhet mandej terapia fizikale në mënyrë që të drenonte, eliminohen ato sekrecione në rrugë frymërës. Qofse nuk bëhet një terapi e mirë fizikale, ai sekrecion është një terren i përshtatshëm për të zhvilluar mandej infeksion me disa baktere të cilat janë shumë të rrezikshme për këta persona, për shkak se janë me probleme kronike. Dhe trajtimi është gjatë tërë jetës duhet trajtohen. Këta pacient duhet të trajtohen të gjithë jetën. Domethënë gjithmonë duhet të marrin terapi inhalatore, marrin terapi zëvendësuese në kuptimin marrin vitamina të yndyrshme, të tretshme në yndyra që thirren ndryshe, sepse organizmi nuk mund t'i absorbojë ato që i marrin në ushqime, prandaj duhet merret shtesë vitaminat yndyrore, vitamina A, D, E dhe K. Pastaj marrin suplement enzime pankreatike, do të thonë janë substanca të cilat i ndihmojnë tretjen e ushqimit, për shkak se pankreasi thamë është pak nuk funksionon mirë tek këta pacient. Mbi moshën 5 vjeçare ordinojmë edhe trajtimin me inhalatore me Dornaz alfa ose pulmozim, është një lloj ampulle e cila
ndihmon zbërthimin më të lehtë të sekrecioneve të rrugë frymarrës, se të jemi qartë të këta persona, sekreti, këlbazi që njihet në gjuhë popullore, shumë më i dendur, më i trash, edhe është shumë vështirë të ekspekturohet, të heqet, të nxirret. Prandaj të fëmijët mbi moshën 5 vjeçare rekomandohet edhe inhalimi me këtë lloj medikamenti. Pastaj vjen në shprehje edhe inhalimet me trecira hipertonike, është trecira fiziologjike që është 0,9%, normalisht që e marrim në klinikë shfrytëzojmë. Tek këta persona inhalimet bëhen me trecirë hipertonike me koncentrim 3%, 6% deri 7%. Qëllimi i këtij inhalimi është të hollohen sekrecionet, të lagështohen sekrecionet e rrugëve të frymarrjes dhe të nxitet kollitja. Sepse trecira hipertonike vepron si ngacmues i rrugëve të frymarrjes dhe nxit kollitjen mandej në mënyrë që të nxitet jashtë, largohen sekrecionet. Si dhe terapia me antibiotik, varësisht prej bakteriet që izolohet, sepse tek ta pacient bëjmë kultura të sputumit që ndryshe, do të thonë bëhet analiza e sekrecioneve të rrugëve të frymarrjes në baza të rregullta. Edhe në momentin që izolojmë një lloj bakteri, testohet ndjeshmëria në një antibiotik specifik dhe mandej trajtimi bëhet me antibiotik shtesë konform asaj si na vjen rezultati. Kemi të bëjmë me një trajtim bukur kompleks. Po. Është i shtrenjtë trajtimi i kësaj sëmundje. Këto medikamente që i përmenda deri tash, shumica prej tyre janë në listën esenciale dhe pacientët vinë dhe furnizohen direkt tek ne në klinik, i marrin terapi. Muaja çuçi. Rregullisht sipas nevojës si kanë shpenzimet e tyre, sepse për shembull një pacient më i rritur shpenzon më shumë tabletat vitaminave për shembull, më shumë kreon që është kapsula që ndihmon për tretje. Më të veçlit normalisht janë format pikave, solucioneve, po shpenzimshmëria e tyre është më e vogël. Ajo që ka na mungon momentalisht ne si institucion, janë medikamentet të cilat janë zbulimi i fundit i shkencës, i viteve të fundit të shkencës, që janë një ndryshe si modulator të proteinës e cila faktikisht është defektuoze tek ta pacient. Ky medikament është i shtrenjtë, realisht, edhe jemi, si me thonë, në negociata, në bisedime, po bën sforcime të mëdha në dy drejtimet, edhe prej anës tonë si institucione shëndetësore, po edhe prej anës e Ministrisë së Shëndetësisë në mënyrë që edhe pacientët tonë të kenë qasje edhe në këtë terapi, e cila është e fundit, sa i përket trajtimit të këtyre pacientëve. Po është terapi që cilën duhet ta marrin gjatë gjithë jetës. Doktoresh, kur jemi të gjinit, a ka ndonjë dallim? A i godet të dy gjinit? Të dy gjinit, po, janë të prekura. Nuk ka të bëjë me gjinin, këtu trashëgimia është autozomale recesive, do të thotë nuk janë gjenet e gjinis ato cilat e bartin sëmundjen, po jo gjenet tjera cilat i kemi në organizëm. Preken në mënyrë të njëjtë si femrat dhe meshkujt. Dhe në bazë përvojës tuaj, a kërkojnë prindet ndihmën e mjekut me kohë, do të thotë për fëmijën e tyre që ka probleme tilla apo presin derisa gjendja të përkeqësohet? Ajo që është e mirë në kohën kur po punojmë ne, është që është vëdësimi i prindërve shumë i lartë. Njerëzit janë më të vëdësuar, qasjen e informata e kanë më të lehtë, sepse kanë mundësi që të shohin edhe vetë, të hulumtojnë edhe vetë për simptomat e fëmijës së tyre. Dhe zakonisht nuk vonohen, vinë me kohë, mirë, po ajo që është e keqe është normal diagnoza si diagnozë, por ndryshe në përgjithësi pjesa më e madhe e tyre lajmërohen shumë herët. Lajmërohen herët që është një e mirë, një plus në këtë situatë. Çfarë është kualiteti jetësor i këtyre personave që trajtohen për fibrozë? Do në disiplinë shumë. Do të thotë është shumë evidente që nëse një pacient për shembull ka një gjendje gripoze, edhe duhet të trajtohet 7 ditë deri në 10 ditë, dikur mërzitet prej terapisë duke marrë çka do të ka nevojë me marrë terapi shtesë. E tash llogaritën si kanë me u ndje emocionalisht ta pacientë që duhet për çdo ditë të bëjnë inhalime, për çdo ditë të bëjnë terapi fizikale, për çdo ditë të marrin terapi vitaminoze, suplemente tjera, të vinë të bëjnë analiza shpesh, të bëjnë ekzaminime shpesh, të ofrojnë domethënë sputumin e tyre, këlbazën për analizë. Është shumë e rëndësishme harrova të cekë edhe këtu është mbështetja psikologjike për këta fëmijë dhe për familjet e tyre, e cila po ofrohet në kushte çfarë kemi ne këtu, po ofrohet viteve të fundit sepse kemi edhe psikologën klinike e cila merret edhe me këta pacientë, kanë nevojë. Mirë po, është e vështirë sepse është trajtim i përçdoditshëm. Edhe shpesh herë, sidomos moshat 12-13 vjeç që janë moshën e pubertetit, pak më shumë revoltohen, rebeliohen, her pas here edhe kanë tendencë të harrojnë marrjen e, ashtu thojza themet, harrojnë marrjen e terapisë. Ajo çka është e mirë është që kualiteti i jetës është përmirësu, dukshëm, ndoshta me krahasu me 10 vite më herët, mirë po me kalimin e moshës vinë duke u shfaqur probleme shtesë madje, siç e përmenda më herët diabetin e të lashet e tjera. Sa i përket jetëgjatësisë?
Ata shka ndru. Statistikat e fundit botërore, po edhe ato që ka shofim ne këtu për çdo ditë, është që jetëgjatësia është rritur dukshëm. Te pacientët e cilët marrin Trikafta, që është medikamenti i fundit modulator që përmana më herët, jetëgjatësia është si çdo personi tjetër që të thotë mund të krijojnë familje pa far probleme apo jo? Në publikimet e fundit shkencore, sepse për gjëra të tilla nuk mund të flas unë, sepse nuk kemi përvojë të tillë ende në Kosovë, mirë po në botë ka të rritura, femra të rritura, të cilat janë familjare, kanë ngelur shtatzën dhe kanë pasardhës, që është një arritje e jashtëzakonshme e shkencës, me thënë drejtën. Edhe gjitha ajo është kontribut i trajtimit me medikamentet e fundit që janë super efektive dhe kanë kriju një ndryshim, si me thonë, një revolucion në kualitetin e jetës të këtyre personave. Doktoresha Vlora, kemi minutat e fundit e misionit, dhe zakonisht këtë pjesë ja kushtojmë preventives. A ka ndonjë masë preventive apo? Jo, për fat të keq, për shkak se është smundje gjenetike, prevencë nuk ka, mirë po, ajo që ka këshillohet është të bëhet këshillimi gjenetik. Gjenetikisti klinik, që është specialisti që mirët me planifikimin e pasardhësve dhe me si të themi me ulëmtimin e trungut gjenetik të familjes, është ai i cili e cakton terminin dhe ulet me familjen dhe bisedon për pasardhës të tjerë. Tash mundësit janë të mëdha që të bëhen edhe analizat prenatale, do të thotë qysh në fillim të shtatzanis, në muajt e parë shtatzanis, të mirën langu amnional ose uji i bebës që njihet ndryshe dhe bëhet analizë gjenetike e detajuar për shumë sëmundje metabolike, sëmundje trashëguese, për ndër tjera dhe për fibrozë cistike. Ajo që është me rëndësi është fillimi dhe i skriningut neonatal, e cila do të bëhet shumë shpejt të ne, do të fillohet shumë shpejt, sa kam informacion, gjitha janë të përgatitura, vetëm janë disa finesa të fundit të cilat janë duke u kryer dhe do të filloj të bëhet, domethënë, testimi i çdo të posalindurit në Kosovë, për disa sëmundje trashëguese, ndër të tjera dhe për fibrozën cistike. Ajo do të na japte një pasqyrë shumë të mirë të gjendjes aktuale të porsalindurit në Kosovë, sa i përket incidencës me fibrozë cistike, po njëkohësisht na ofron mundësi që ne të kemi qasje direkte te pacienti qysh në start. Edhe të fillojmë menaxhimin e tij qysh në ditët e para të jetës. Sepse ndodh që mundet me ardhë për shembull prindje ose familjare me sjell foshnjën në moshën 3 muajshe, në moshën 6 muajshe, 7 ose në moshën më të madhe, 2-3 vjeç, po kur fillohet me skriningun neonatal, atëherë përfitimet janë më të mëdha sepse fillohet çdo gjë që identifikohet ose detektohet më herët, përgatitja është më e madhe për rezultatet ose outcome-in që thojmë ne, për rezultatet e ardhshme lidhur me atë person, me atë individ. Dhe mesazhi juaj për dëgjuesit, qoftë për ata që kanë probleme të tilla, por edhe për familjarët e tyre. Specifikisht për personat të cilët janë të diagnostikuar me fibrozë cistike, gjithmonë ju them pacientëve, është me rëndësi përkrahja e rrethit, shumë rëndësi të mbështeten të njëri tjetri, sepse të ne si popullat, për fat të keq, ende ekziston një stigmë sa i përket sëmundjeve kronike. Nuk po flas vetëm për fibrozë cistike, po për të gjitha patologjitë. Ende ekzistojnë stigmat në kuptimin që shpeshherë shokët dhe shoqet e klasës nuk e dinë që shoku ose shoqja e klasës është me diabet, ose ka një sëmundje të zemrës, ose është me fibrozë cistike. Ajo që ka duhet të bëhet në nivel të shoqërisë tonë është rritet niveli i vëdësimit lidhur me sëmundjet kronike dhe përkraja e shoqërisë është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme sepse përveç të tjerave, përveç problemeve organike, janë edhe ngarkesat e mëdha emocionale tek këta persona apo edhe te familjarët. Jemi përkrahas të tyre dhe jemi në dispozicion të tyre vazhdimisht, sa herë që ka nevojë kemi derën e hapur për ta, komunikimi me telefon është i vazhdueshëm, në mbrëmjen, mëngjes, çdo kohë jemi në dispozicion për pacientët, edhe në një forme i ndihen të lirë që të vinë tek ne për vizita, për konsultime sa kanë nevojë. Për prindërit edhe për familjarët, mbështetësit e personave me fibrozë cistike, është më rëndësi që të informohen mirë se si duhet të menaxhohen bazat ditore në kushte shtëpiake personat me fibrozë cistike. Thash tani në fillim, disiplina është shumë e rëndësishme, sepse janë procedura të cilat duhet të bëhen për çdo ditë. Terapia duhet baza ditore, terapi fizikale, medikamente të mirën, aktiviteti fizik është shumë e rëndësishëm, ushtrime ditore, dalja ecja në natyrë e ka rolin e vet. Po si këshill e fundit për të gjithë, është momentin që shohin që diçka nuk po duket në rregull me foshnjën e tyre ose me fëmijën e tyre, është mirë një konsult me mjekun familjar ose me pediatrin e tyre dhe mandej hap pas hapi të vijë deri te
ajo të cilën e synojmë, një shëndet të mirë për fëmijën. Doktoresha Vlora, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni qëndroni edhe më tutje në valët e programit.